Sepse të them drejtën tani edhe këto shorat, propaganda që u kapën disa gozhda në përqeli, më duket çik stonane, kupton se tani ne e dim gjithë se çfarë po ndodh aty dhe ti shkon kap gozhda, sigur nuk shkon. Bullona ishin, po e peca nga ato ishin kështu, ishin vida. Ishin vida. Pra, që një pjesë e mirë e tyre janë për vetëmbrojtje, sepse ata kanë kundërshtar aty. Dhe kur e ndjejnë veten të kërcënuar, ata tentojnë të bëjnë gjëra të tilla. Madje lugë e pirojnë, se ti besoj e di që aty brenda nuk lejohen lugë dhe pirojnë. Ata i kanë plastike, i marrin çdo javë nga jashtë, dhe pjata dhe këto i mbajnë, nuk u lejohen brenda. Pra, vetëm që të mos ndodhin, të mos kthehen në mjete që rrezikojnë jetën e të burgosëve të tjerë, për shkak të konflikteve që ata kanë. Por, po them që me situatën që po shkon vendi, me një numër tjetër të madh bosësh krimi që pritet të ekstradohen nga jashtë dhe që do të jenë në burgjet brenda, me fuqinë monetare që kanë ata, me mjetet logjistike dhe me burimet njerëzore, pra me lidhjet e njohet që kanë ata, do të jetë shumë e vështirë menaxhimi i burgjeve me këto rroga dhe me këtë sistem të gardianëve që kemi ne dhe sistem korrupsioni që ndodh aty brenda. Uroj që deri tani ne nuk kemi parë, kemi dëgjuar javën e fundit për plasjen në burgun e Reçit, ku dimë burgun e Peqinit, por s'kemi pasur humbje jetësh njerëzore nëpër plasje direkte. Sepse dhe drejtuesit e burgjeve mundohen që ti zhvendosin, mos i lënë fare. Po pjesëtarët e një grupi ti mbajnë të izoluar në një sektor të caktuar, në një burg të caktuar, por problemi është që tani kanë hyrë kaq shumë grupe këtu brenda, sa çike vështirë, nuk ke ku ti çosh, kaq burgje ka Shqipëria. Pra këto janë burgjet e Shqipërisë. Ti s'ke ku i çon më. Kështu që prandaj them që duhet menjëherë të ndryshohet edhe politika dhe strategjia se si administrohen burgjet, se si zbatohet ligji brenda tyre, se si zbatohen rregulloret si për personelin, duke filluar që të rekrutimi dhe për zgjedhjet e tyre, se nuk ta mbrojnë militantët e patronazhistë të burgut. Aty do të jesh vigjilent, një moment e humbe, pra ai polici për një moment mund ta humbi, sepse ai është njeri i lirë, ai del për jashtë dhe harron, është me familjarët, por ai i dënuar me burgim përjetshëm, ai pret vetëm një fragment sekundi që jepet mundësia dhe të arratiset dhe të thyej sistemin. Ne me atë që pam në Durrës, ti e pesi si ja futi vrapit ai. Burgosi, ata policët nuk patën mundësinë as si shikonin targën, as targën nuk i pa.